ishte emisioni Nisë Vjen, kemi ardhur në ambientet të Bankës së Shqipërisë, ku brenda saj ndodhet muzeu i bankës, ku është i ndarë në dy kate dhe i konceptuar ndryshe, ka veçoritë e veta të ndarë nga pavioni në pavion. Këtu pranë meje kanë Besa Prele, përgjegjëse e muzeut, e cila do na shpjegojë më shumë rreth këtij muzeu, që është i vizitueshëm çdo të enjte për të gjithë ata që duan ta vizitojnë. Dhe dua të njohim më shumë muzeun që ndodhet brenda bankës. Besoj më të sigurt se asnjëherë jemi këtu. Po, patjetër. Jemi më tek hyrja kryesore e muzeut. Po. Që është hyrja e muzeut, po, ndodhet në mjediset origjinale të Bankës së Shqipërisë, të ndërtuara në vitin 1938. Këto janë mjediset që më parë janë përdorur si pjesë e thesarit bankës dhe tashmë janë të aksesueshme për publikun e gjerë. Muzeu jonë është ndarë në dy kate. Poshtë është pjesa e tij numizmatike, pra ekspozita e monedhës dhe kartmonedhës së koleksioneve të Bankës së Shqipërisë, dhe sipër është pjesa edukative, pra ajo më interaktive. Muzeu jonë në katin e tij të parë ka si qëllim që të shpjegojë qarkullimin monetar në territoret shqiptare nga prehistoria deri në ditët e sotme. Sigurisht që ne nuk disponojmë të gjitha monedhat dhe kartmonedhat e qarkulluara në territoret shqiptare, por kemi një përfaqësi shumë të mirë të tyre. Ky koleksion nuk është koleksion i Bankës së Shqipërisë, se mund të çuditet publiku dhe të thotë ç'në Banka e Shqipërisë me së pata. Ky është një koleksion i huazuar nga Qendra e Studimeve Albanologjike, e cila bashkë me Institutin e Arkeologjisë ka ndihmuar në ngritjen e këtij muzeu. Këto sopata janë përdorur si monedhë përpara krijimit të monedhës në territoret e sotme shqiptare. Ato datojnë në shekullin e 10 para erës sonë, janë prej bronzi dhe janë përdorur si monedhë gjatë periudhës së shkëmbimit, apo siç njihen ndryshe barteri. Nga prehistoria kalojmë në periudhën e antikitetit. Kjo hartë, që edhe kjo sigurisht ka ardhur në mozaik me ndihmën e Institutit të Arkeologjisë, daton nga shekulli i 4 deri në shekullin e parë para erës sonë dhe ka të evidentuara të gjitha punishtet monetare, të cilat kanë prerë monedhë për herë të parë në territoret shqiptare. Pra mund të shihni Shkodrën, Lezhën, Durrësin, Apollonin, Orikumin, Butrintin, Fojnikën, Amantjen dhe Bylisin. Këto ishin punishtet monetare gjatë antikitetit. Kjo është një nga monedhat e para të prera në territoret shqiptare, ka qenë qyteti i Durrësit ose Dyrahu antik, që ka prerë staterin e tipit korintik, të cilin ne e kemi ekspozuar këtu në këtë panel. Më pas kalojmë tek Apollonia, që ishte qyteti i dytë që preu monedha në territoret shqiptare. Të dyja monedhat janë prej argjendi dhe nuk janë përdorur vetëm brenda qytetit, por atëherë le të themi që nga Durrësi përdorshin vetëm monedhat që prereshin Durrës apo përdorshin në të gjithë territoret shqiptare? Kjo monedhë është përdorur për tregti përtej qytetit Durrësit dhe territoreve që mbulonte ai. Pra është një monedhë tepër e rëndësishme e antikitetit. Gjithashtu dhe ajo apolloniate, që është denari apollonian. Më poshtë kemi monedhën e mbretit i lirë Monun, i cili ishte mbreti i parë i lirë që preu monedha jo më në emër qytetit, por në emrin e tij. Pra kemi të shkruar mbi monedhë Basileos Monunio, emrin e mbretit. Dhe më poshtë kemi monedha bronzi, mbase publiku njeh më shumë monedhën e mbretit Gen. Në zemrën e bankës, asaj të ndërtuar në vitin 1938 dhe asaj të rikonstruktuar, punimet e cilës mbaruan në vitin 2015, ndodhet dhoma e thesarit. Kjo dhomë është ndërtuar në vitin 1938 për të kryer funksionin e thesarit. Sigurisht që nuk mbante thesarin e të gjithë bankës. Dhoma është mjaft e fortifikuar për vetë funksionet që ajo ka kryer. Dera është origjinale e vitit 1938, ajo është prej çeliku dhe muret e saj e dhomës janë prej betoni. Ajo është përdorur si dhomë thesari deri në vitin 2010, kur ne kemi dalë nga Banka e Shqipërisë për arsye të rikonstruksionit.
Në ambientet e brendshme të dhomës ndodhen monedha që janë ruajtur brenda në këtë dhomë. Janë të epokave të ndryshme historike të territoreve të sotme shqiptare dhe ndodhet dhe lingota e arit. Që është 99.9% flori. Po, pastërtia më e lartë e këtij metali, ajo është vënë në këtë dhomë për arsye më tepër edukative, pra nuk është ende një objekt historik, për t'i treguar publikut se si ruhet ari dhe se si trajtohet ai në formë standarde, pra në formë lingotash. Pra përveç se i monatuar, ari ruhet më së shumti dhe në këtë formë në ditët e sotme. Kjo hartë e formuar me monedha të arta shqiptare ka të ekspozuara të gjithë monedhat e arit të emetuara nga bankat, fillimisht nga Banka Kombëtare e Shqipnisë, e cila u themelua në vitin 1925. Më pas Banka e Shtetit Shqiptar dhe në fund Banka e Shqipërisë. Banka Kombëtare e Shqipnisë nga viti 1926 deri në vitin 1939 i emetonte monedhat e arit për arsye qarkullimi, pasi ajo ndiqte standardin e arit, kurse Banka e Shtetit Shqiptar dhe Banka e Shqipërisë emeton monedha ari vetëm për arsye përkujtimore. Atëherë nga dhoma thesarit dalim na pret një sektor tjetër për ta vizituar. Po, na presin ekspozita të tjera. Tu jemi në korridoret e dhomës thesarit, të cilat në projektet origjinale janë quajtur korridori della Rotonda, pasi projekti ka qenë i një arkitekti italian, ose ne e kemi përkthyer korridoret e patrullimit. Në këto korridore është mbajtur keshi i qarkullimit, sigurisht jo i gjithë keshi i qarkullimit për gjithë Shqipërinë, por për territoret e Tiranës. Sot është kryer në një ekspozit. Kemi një koleksion i cili daton nga shekulli 5 para erës sonë deri në fillimet e shekullit 20. Dhe një nga koleksionet më të vjetra që i bie tjetë si monedhë e përdorshme në ato. Kjo është monedha më e vjetër e përdorur në territoret shqiptare gjatë antikitetit dhe fillon me Durrësin, siç u shpjegova në panelin e parë. Për gjithë shikuesit, sa vështirë ka qenë për t'i koleksionuar ju këto edhe për t'i sjellë në muzeun tuaj? Puna mjaft e vyeshme dhe profesionale që kryen Instituti i Arkeologjisë na ka ndihmuar që këtë periudhë, pra shekullin e 4 deri të parë para erës sonë, ta kemi mjaft plot këtu në muze. Ky është një koleksion i huazuar nga Instituti i Arkeologjisë, ndërkohë që koleksionet e tjera janë koleksionet bankës. Vitrinën e parë kishim të ekspozuara monedha të shekullit 4 të parë para erës sonë të prera në territoret shqiptare të sotme. Tu kemi monedha përsëri të huazuara nga Instituti i Arkeologjisë, të prera gjatë shekullit të 5 dhe të parë të para erës sonë, por që janë prerë kryesisht në Greqinë e lashtë dhe janë përdorur si mjet pagese dhe në territoret e sotme shqiptare. Ky është koleksioni bizantin, një përfaqësi e saj, dhe nga kjo vitrinë nis koleksioni i Bankës Shqipërisë tashmë, jo më huazime nga Qendra e Studimeve Albanologjike dhe Instituti i Arkeologjisë, sigurisht që objektet janë huazime të kësaj qendre. Dhe thesari që shihni më poshtë. Koleksion është një përfaqësi e monedhës venedikase që ne ruajmë në Bankën e Shqipërisë. Jo rastësisht ai është vendosur midis koleksionit bizantin dhe atij otoman, pasi kjo monedhë ka qenë mjaft e rëndësishme për territoret shqiptare gjatë këtyre dy epokave. Monedhat janë prej floriri, argjendi, bagri. Koleksion është i prezantuar këtu është për argjendi dhe floriri, por sigurisht që kanë qarkulluar edhe monedha me metal të thjeshtë. Këtu mbaron dhe korridori i dhomës thesarit. Pjesë e patrullimit që përthash. Po, dhe fillojmë në një tjetër ekspozit, e cila trajton monedhën dhe kartmonedhën e përdorur në Shqipëri mbas 1912-s, mbas pavarësisë.
Historia e monedhës shkon dorë në dorë me historinë e vendit. Ajo e pasqyron historinë e vendit, përveç se një mjet pagese është dhe një dëshmi historike. Dhe kjo është një nga ato që e dëshmon? Po, qartësisht. Gjatë këtyre viteve, pra viteve të pavarësisë dhe luftës së parë botërore, Shqipëria ende nuk ishte një bankë kombëtare. Qeveria e përkohshme e Vlorës nënshkroi një koncesion me Austro-Hungarinë dhe Italinë për krijimin e një banke. Koncesioni u nënshkrua, por banka zhvilloi një aktivitet që historianët e ekonomisë tonë nuk ishte për t'u shënuar. Ajo nuk emetoi dot monedë, për arsye përsëri historike, dhe qarkullimi ishte me monedha të metaleve të çmuara evropiane, kryesisht ato të Unionit Monetar Latin. Monedhat dhe kartmonedhat nuk janë vetëm mjete pagese, por ato janë dhe dëshmi historike. Kjo kartmonedh mund të quhet kartmonedha e parë shqiptare. Ajo është emetuar nga Republika e Korçës, e formuar gjatë luftës së parë botërore. Zyrat e saj të financës emetuan këtë kartmonedh, që për shumë shkolla mendimi është kartmonedha e parë shqiptare. Ajo përdoret si mjet pagese vetëm lokalisht, pra në territoret e Republikës. Kjo ekspozit, si dhe ekspozita duke filluar nga kjo pjesë e kësaj vitrine, dëshmojnë për qarkullimin gjatë viteve 20-25, kur Shqipëria ende nuk ishte një bankë kombëtare. Pra vionin të qarkullonin monedha perëndimore të metaleve të çmuara, por nuk ishte monedhë divizionale, ose siç i themi në gjuhën e përditshme, kusur. Prodhimi i një monedhe divizionale ishte tepër i shtrenjtë për Shqipërinë, dhe për këtë arsye qeveria nxori një ligj që i lejonte bashkitë të emetonin kartmonedha shqiptare. Ne kemi të gjitha kartmonedhat e emetuara nga bashkitë. Korça është njëkohësisht edhe kartmonedhë përkujtimore. Kjo është Katundaria e Korçës ose Bashkia e Korçës, që emeton një kartmonedhë përkujtimore me rastin e njohjes së kufive politiko-administrativ të shtetit shqiptar nga Konferenca e Ambasadorëve në 21-shin. Përgjimtarja e Shkodrës, e cila ishte bashkia e parë që emetoi kartmonedha rajonale në 1920-ën, kemi Beratin, Gjirokastrën, Vlorën, Elbasanin dhe Fierin. Ky koleksion përfaqëson paranë e parë shqiptare të emetuar nga një bankë kombëtare. Ajo u quajt frangar dhe në fishi i saj u quajt lek. Frangar, qeveria zgjodhi këtë emër për të dëshmuar që kjo monedhë ishte pjesë e Unionit Monetar Latin, që ishte një union mjaft i rëndësishëm për kohën në Evropë. Kartmonedha e parë, ose emetimi i parë, është ky, 5 lek, i cili ishte i barabartë me 1 frang. Dhe më pas dolën në qarkullim këto kartmonedha. Që u pranua nga qeveria shqiptare. Po. Këto kartmonedha janë prodhuar në Londër, në kompaninë Wilkinson & Bradbury, por janë emision i Bankës Kombëtare të Shqipërisë. Dhe monedhat janë prodhuar në Itali, në Zecca di Roma. Realizimi është kryer nga artistë mjaft njohur të kohës, Giuseppe Romagnoli dhe Attilio Monti. Më pas, Banka Kombëtare e Shqipërisë nxori kartmonedha dhe monedha të reja në qarkullim, të cilat nuk quheshin më frangar, por quheshin franga shqiptare. Kjo ekspozit përfaqëson monedhën shqiptare gjatë viteve 39-44, pra pushtimi italian dhe lufta e dytë botërore. Siç mund ta shihni në monedhë, nuk është më mbreti Zogu i parë, por është mbreti Viktor Emanueli III. Filloi me 1945, mbarimin e luftës së dytë botërore. Ky koleksion i përket Bankës së Shtetit Shqiptar. Koncesioni i Bankës Kombëtare të Shqipërisë anulohet dhe banka shtetëzohet. Nga viti 1945 deri në vitin 1957 kanë qarkulluar këto kartmonedha dhe monedha. Mbas 2 reformash monetare, paraja shqiptare nuk quhet më frank, ajo quhet vetëm lek.
leku nuk ishte më në ndarje e frangës. Jo, nuk ishte më në fishi frangës. Edhe kjo vulë është mjaft interesante. Ajo është përdorur në 1945 për të vulosur emisionet të Bankës Kombëtare të Shqipërisë, çeqe dhe kartmonedhe. Përmes një ligji, qeveria detyronte çdo familje shqiptare që të kishte në posedim 10.000 franga dhe asgjë më shumë, dhe këto franga do të vuloseshin pranë bankës për një periudhë të caktuar. Prodhimi i kartmonedhës është një proces tepër i komplikuar, pra kalohet nga skicimi në materiale të ndryshme prodhimi, në provat e para dhe arrihet në kartmonedhën e qarkullimit. Ne jemi mjaft krenar, në bocet, në skicim dhe në disa materiale prodhimi. Ne jemi mjaft krenar që pjesë e punojësve të Bankës Shqipërisë ka qenë dhe artisti i mirënjohur Kelko Veli, I cili edhe ka skicuar. Po, leku në parë. Pra mund të shihni foton, më pas skicën e parë dhe elementet. Deri në përfundim të saj. Ky është i famshmi leku i ri, që gabimisht quhet lek i ri edhe sot e kësaj dite. Ai është Këtu e ka zanafillën. Këtu e ka zanafillën emrin. Ajo që ne i themi lek të Ajo reja apo të është vjetra. që përdorim gabimisht, lek të reja dhe të vjetra. Që janë të prerje të ndryshme, nga 1 lekë, 3 lekë, 5 lekë. Çfarë viti donin këto nga qarkullimi? Disa nga këto kartmonedha donin në qarkullim në fillim të viteve 90. Këto kartmonedha janë emetuar në 1964. 1 lek i ri ishte i barabartë me 10 lekë të vjetra, prandaj ndodh edhe keqkuptimi dhe përdorimi jo i saktë. Këto janë emetimet e fundit, në fundin e viteve 80 dhe fillimin e viteve 90 të Bankës së Shtetit Shqiptar dhe disa elemente prodhimi të monedhës dhe të kartmonedhës. Këtu shohim se edhe elementet e sigurisë së lekut rriten mjaft ndjeshëm në krahasim me vitet e tjera të prodhimit, siç ishte franga. Po, sigurisht ka teknologji më të përparuar dhe rriten dhe elementet e sigurisë. Këto kartmonedha janë të vetmet që janë prodhuar në vend, pra janë prodhuar në Shqipëri, por janë prodhuar për shumë pak kohë dhe prandaj mendoj që publiku nuk i njeh. Disa prej tyre janë dhe vetëm projekte, nuk janë hedhur asnjëherë në qarkullim. Siç tham, në vitrinën paraardhëse ishin emetimet e fundit të Bankës së Shtetit Shqiptar, e cila kreu aktivitet deri në vitin 1992, kur situata politike në Shqipëri ndryshoi dhe ajo ekonomike dhe rrjedhimisht u krijua dhe Banka e Shqipërisë dhe sistemi 2 nivelor bankar, pra jo vetëm bankë qendrore, por edhe bankë qendrore dhe banka tregtare. Këto kanë dalë nga qarkullimi, Të cilat janë zëvendësuar me dhe janë zëvendësuar me këto kartmonedha. Monedhat janë ende në qarkullim. Banka e Shqipërisë, përveç emetimit të monedhës kombëtare dhe kartmonedhës kombëtare, emeton dhe monedha përkujtimore. Ato emetohen për të përkujtuar personalitetet të rëndësishme të vendit apo ngjarje të rëndësishme. Këto janë emetimet të Bankës Shqipërisë përkujtimore dhe Bankës së Shtetit Shqiptar. Atëherë ne me besë mbaruam pavionin e parë të muzeut, le të drejtohemi edhe pavionit të dytë. Pra, siç tham, pjesa e dytë e muzeut, ose kati i dytë i tij, ndryshon nga kati i parë. Ai i dedikohet historisë bankës, ekspozitave tona të përkohshme dhe edukimit financiar, që është një nga funksionet e muzeut. Pra, ai është një muze numizmatik, por edhe edukues. Që ka shumë gjëra për të mësuar. Po, dhe një muze banke, sigurisht. Ky është holli ku kanë punuar punojësit e bankës nga 1938 deri në 2010, këtu i shërbehej publikut që vinte nga holli jon me mozaik, holli jon historik. Ky është sporteli kryesor. Ky është një nga sportelet. Kemi
vën këtu një mobilje origjinale të fundit viteve 30 që është përdorur në bank nga nënpunësit e saj, si dhe mjetet tipike, pra përsëri pjesë e koleksionit të nënpunësve bankar gjatë fundit viteve 30, fillimit viteve 40, siç është makina e shkrimit, telefoni, mbajtja e dokumentave, kalendari në formë. E vetmja që është shtuar libri përshtypjeve për të gjithë ata që vizitojnë këtë muze dhe vinë të lënë përshtypjet e tyre. Pjesë tjetër interesante e objekteve të përdorura në bank, që nga 1938 është edhe kjo kasafort, që është një kasafort origjinale atyre viteve, e përdorur ndër vite gjatë aktivitetit Bankës Kombëtare të Shqipërisë, Bankës Shtetit Shqiptar dhe Bankës Shqipërisë. Në këto 4 ekrane Holopro, ne tregojmë 4 etapa përmes fotove të arkivave, fotove të vjetra, të momenteve më të rëndësishme të historisë së ekonomisë vendit. Pra fillojmë nga 12-ta dhe nga 1912 dhe mbarojmë në ditët e sotme. Siç u thash, holli mban edhe ekspozitat e përkohshme të Muzeut Bankës Shqipërisë. Kjo ekspozit i dedikohet disa thesareve, koleksioneve që ne ruajmë në bank, të cilat nuk janë monedha apo kartë monedha, por janë objekte etnografike, si këto që shihni këtu. Ato janë kuruar me mjaft kujdes nga profesor doktor Afrodita Onuzi dhe janë objekte të përdorura ose zbukurime grash, që janë përdorur në fund të shekullit të 19 dhe në fillim të shekullit 20. Publiku mund të luajë në aplikacione të ndërtuara nga banka. Ky është një aplikacion, pra kjo është pjesa ndërvepruese e këtij kati të muzeut, i prodhuar nga Banka e Shqipërisë. Këtu publiku mund të shohë elementet e sigurisë së kartmonedhës shqiptare. Ky është një aplikacion informativ, por në ekranin tjetër kemi një quiz. Ekspozita e përkohshme vijon me objektet përdorura nga burrat gjatë fundit të shekullit të 19 dhe përsëri fillimit të shekullit 20, janë objekte të prodhuara në mënyrë artizanale. Këtu kemi një quiz për shembull. Kjo është loja e quizit që nëpërmjet saj edhe informohesh, po edhe informohesh, mëson diçka duke luajtur. Një atrakcion komplet ndryshe për ata që zgjedhin të vizitojnë Muzeun e Bankës. Publiku që është interesuar mund të shohë filma të shkurtër. Ky film është për funksionet e Bankës së Shqipërisë dhe filmi tjetër është prodhimi i një kartmonedhe shqiptare sotme të qarkullimit dhe elementet e saj të sigurisë. Pra përsëri jemi në funksionin e edukimit financiar të muzeut. Vetëm për kartmonedhat shqiptare janë tregohen elementet e sigurisë apo edhe për kartmonedhat e huaja? Filmi dedikohet kartmonedhës shqiptare, pasi ajo ajo çka ne emetojmë, Banka e Shqipërisë emeton, dhe sigurisht ka kurs ligjor në Shqipëri. Pra siç tham, ky është jo vetëm një muze banke, por është dhe një muze numizmatik, historik, informues dhe i dedikohet grup moshave të ndryshme. Pra ne kemi dhoma edukative për grup mosha të ndryshme, sigurisht dhe për publikun e gjerë. Fillojmë nga fëmijët, kjo është një dhomë që i dedikohet edukimit financiar të fëmijëve. Që do thotë Muzeu i Bankës nuk është i hapur vetëm për të rritur, por është edhe për fëmijët. Po. Vinë shkolla dhe kopshte në këtë dhomë, sigurisht cikli ulët, po, që organizohet me grupe dhe kryen një orë mësimore në këtë dhomë duke mësuar përmes argëtimit, pra përmes botimeve tona edukative, aplikacioneve të krijuara për këtë grup mosh, ne shpjegojmë koncepte kryesore të edukimit financiar. Janë disa dhomë që janë në funksione të ndryshme. Kjo është një dhomë tjetër edukative, ne kemi quajtur dhoma e Evropës. Këtu japim informacion për publikun e gjerë, por kryesisht atë të ri, pra gjimnazistët dhe studentët, për Eurozonën, Bankën Qendrore Europiane, dhe çdo të thotë të jesh pjesë
e këtij sistemi, pra, dhe nëpërmjet filmave të shkurtër, të cilat janë përkthyer në gjuhën shqipe, por janë prodhimi i Bankës Qendrore Evropiane, ne tregojmë mbi funksionet dhe historinë e saj. Kemi të ekspozuara monedat dhe kartmonedat euro dhe një hartë të eurozonës, gjithashtu dhe disa nga momentet kryesore të krijimit të Bashkimit Evropian dhe historiku të marrëdhënieve mes vendit tonë dhe BE-s. Ngjitur me dhomën e Europës, është edhe një sallë tjetër, sallë leksionesh, që shërben për edhe kjo për informim. Kjo i shërben edukimit, është një dhomë ku për student, por edhe për publikun e gjerë, ne trajtojmë tema të ndryshme. Si një orë leksioni. Si një orë leksioni, po. Për informimi. Në këtë dhomë janë të pasqyruar dhe gjithë drejtuesit e institucionit tonë, që nga 1925, kur është themeluar Banka Kombëtare e Shqipërisë, deri në vitin 2015. Nga salla e leksionit kemi kaluar në tjetër sallë. Po, kjo është një dhomë përsëri me informacion edukativ, ajo i dedikohet bankingut, siç e quajmë ne këtu në bank, në zhargonin tonë. Informon publikun përmes paneleve, po dhe filmave dhe lojrave quiz, se si Banka e Shqipërisë i mbikëqyr bankat e nivelit dytë, si qarkullon paraja në ekonomi dhe si funksionon një bank tregtare. Kjo është dhoma e hologramës. Në këtë dhomë, përmes teknologjisë hologramës, ka dy rrëfenja për dy monedha antike, të cilat mund të shihen nga publiku në 3D. Monedhën e mbretit i lirë Monun dhe denarin apollonian. Tregon historinë e tyre. Po, përmes një hologram. Ky është holli historik i Bankës së Shqipërisë, i cili është ndërtuar bashkë me ndërtesën origjinale në 1938. Ai mozaiku është vepër arti e një artisti italian, i cili quhet Giulio Rosso, së bashku me arkitektin e ndërtesës, Vittorio Ballio Morpurgo, dhe ky një tjetër italian. Ata kishin bashkëpunime edhe në Rom dhe patën dhe bashkëpunim këtu në Tiranë. Ky mozaik trajton temën paqe, punë dhe prosperitet dhe qëndron këtu që prej vitit ka shërbyer si një nga hollat kryesore nga hyrja e jashtme, ku njerëzit e shikojnë bankën nga jashtë. Po, kjo është hyrja historike e bankës, ku ka hyrë publiku nga 1900 e muzeut. Duket si është një sallë gjigante, sepse edhe zëri krijon një akustik të jashtëzakonshme. Po, një tjetër veçori e këtij holli, përveç mozaikut mrekullueshëm, është edhe ekoja që krijon kjo sallë, sidomos në pjesën e mesit të saj, nëse qëndron në mes, ti dëgjon jehonën e zërit tënd. Ky ka ardhur fundi i vizitës tonë për të shëtitur në muze. Unë dua të falenderoj Beza për gjithë informacionet që na dhe, për të gjithë shikuesit e emisionit tonë, të cilët besoj do jenë të kënaqur nga kjo vizitë që realizohen në Bankën e Shqipërisë. Le të themi që tani ky muze është kthyer në një atraksion edhe për të gjithë ata që duan të zgjedhin të vizitojnë Tiranën, pse jo të vinë edhe të vizitojnë edhe muzeun këtu në bankë. Unë të falenderoj shumë për këtë informacion. Faleminderit dhe ju. Faleminderit. Miqtë e emisionit Mirë se vjen, ky ishte udhëtimi në muzeun e bankës. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Tashmë dihet se muzeu i kësaj banke është kthyer edhe një atraksion për të gjithë ata që zgjedhin të vizitojnë Tiranën, të vinë ta vizitojnë, por edhe ju që na ndoqët nëpërmjet kamerës tonë.